Të nëzër, në Islam ka vitra, ka zekat, ka dhurat, apo, ka hedije. Ama i dëmi një mund i vla musliman, për shambull, sadak të përimaj. Atë vla që e dënë, mos jep sadak. Vlaun që e dënë jep i dhurat, nderaje, s'po do që s'ki, po do që po du me konë me ty. Që kjo është elegancë të në vëzërë. Ama ke qëllu s'ki, elham na në kam që po t'nimaj, jo piktujt me i dhonë, shokët, mikët, të afërmit, ati jep i dhurat, hedije. Për shtatë të në vëzërë, Allahu Azza wa Jall krejt portat për mes të cilave mund të ndihmohet dikush, ja kam shel pejgamberin sa. Ja kam shel. Cilën ja ka lënë qel? Me hedije në fund. Pejgamberi s'bën me marr zakat, s'bën sadak, s'bën me marr asnjë sadake. Shpagimin e njerëzve s'bën me marr. Njerëzit për shkak s'ka gjinu Abu Bekri një 2 javë kon smut, s'un gjinon. Ja Rasulullah, a pi merë ti që tu shpagim? Jo, së një merë Allah. Kajti kam shirë Allah Azza wa Jall. Qëka ka lënë qilë me marë pejgamberin sa? Hedijen. Nga se hedija është nderim. Allah nuk ka liu më nënçmu pejgamberin nivel të sadakës. Ama nivel të hedijes, po. E hedija tani, së më rëndësi sasia. Më rëndësi është dëmonë qintërsia. Se ka ardhë të pejgamberin sa dikush, i ka lënë dëhurme. E pejgamberi ka thonë, çka urme çka është? Ka thonë, temru sadaka. Ka thonë është hurme e sadakës, ka na sadakës hajmë. Do mos i shkon sadak, se kësha refuzuar e dinë në 2 hurme. Andaj po të më thonë të lozër, duhet mi ngjall këto çështje që realisht Allahu t'ja japë më të mirën. Për Islamin e bojna më të mirën. Aktivitetin kryesor, angazhimin më të madh, kohën më të mirë, ja japëm asaj që Allahu e dënë. Pastaj çka jetë kohë për tjerat, edhe në pasuri, edhe në kohë, edhe në shëndet, edhe në aftësi, edhe në gjitha që kemi. Mirë po, të më thonë, kamet që aty s'pehan kërkush, nështë të hojnë këshia, pa ani mirë, mësë më gjujtë, s'po thamë, ljarga saj, mësë në nëqmo kërçka. Mirë po, mësoni me konë elegant në dhënje, në komunikim, e në veç ati me Allah në Azza wa Jalla.